kemi shqetësimin që po ecet me një ritëm jashtëzakonisht të ulët në raport me atë që paketa vet ka në thelb, shpejtësinë. Shpejtësinë në kuptimin e një burokracie të lehtësuar maksimalisht dhe shpejtësinë në kuptimin e mundësisë për t'i dhënë një përgjigje shumë të shpejtë atyre që shprehin këtë interes. Dhe kjo vonesë është dekurajuese për ata të cilët tani më e kanë quar sinjalin e tyre që janë të interesuar të hynë në këtë proces dhe prej disa muajsh nuk kanë marrë akoma përgjigje. Dhe kjo është tërësisht e kundërta e frymës me cilën u konceptua dhe u aprovua kjo paketë. Nga ana tjetër, vetë paketa e pranoi që ka disa ngarkesa të tepërta nga pikpamja burokratike, edhe pse është shumë më e lehtësuar se sa çka qenë ndonjëherë më parë një proces për të pasur akses në një pronë të cilën e disponon de facto, por nuk e disponon me letra, dhe për këtë arsye unë i kam thënë edhe disa deputetëve që më kanë shprehur të shqetësim që të bëjnë amendimet përkatëse të ligjit dhe me shpejtësi të lehtësohet ligji edhe nga ndonjë ngarkesë të tepërt. Por ama ngarkesat nuk kanë lidhje me vonesën nga ana juaj. Vonesa nga ana juaj është vonesa